Përshëndetje, miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Çfarë po arrin diçka e bukur, magjike në jetën tuaj në këtë moment? Pra, çfarë po arrin në këtë moment? Një diçka e bukur, një diçka magjike që do t'ju lumturoj, që do t'ju gëzoj në këtë histori të bukur dashurie. Pra, çfarë po arrin në këtë moment? Një diçka e bukur magjike. Ju jeni femra e tij ideale, mbretëresha e shkopive. Një femër intelekte e dashur që i ka dashuri pas një interesi këtij personi. Ky është i fokusuar shumë tek pjesa e punës. Ka shumë mendime pozitive që do t'i bëj realitet. Ka një tufë të madhe me këto mendime për t'i ngurur diku që t'i bëj realitet në të mbretëreshën e shkopive. Pra, kjo është diçka e bukur, magjike që vjen në jetën tuaj. Është person shumë pozitiv që do të ndihmojë në çdo situatë të jetës tënde. Magjia juaj është ky takim i mrekullueshëm që do të bëhet shumë shpejt me ju, dyshi kupave, me këtë i mbrojtur nga ky ëngjël mbrojtës, dhe mbas këtij takimi të rëndësishëm përfundimtar që do të bëhet midis jush, që jeni shumë të dashuruar, ju do të jeni në një paqe, në një harmoni. Karta e shkopive tregon këtë shtëpi magjike, që do të jeni në paqe, në harmoni, në qetësi shpirtërore, në këtë oazë, duke falendëruar dhe duke qenë mirënjohës universit për këtë mrekulli që ju ka sjell. Pra, kjo është diçka magjike që vjen në jetën tuaj shumë shpejt. Me kë rezonon? Është energji e përgjithshme dhe nuk rezonon me të gjithë. Me gërmën F, me gërmën V, G, R, L, B, J, N, Q, D, Q, D, K, V, S, Y, F dhe H. Po majt me gërmën Q. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me disa, me demi, me britjapi, me binjakës, me dashi, me ujori, me gafori,